mosmarrveshjet nga se ndodhin, mendoni juve, nga këndvështrimet të ndryshme apo nga komunikimi i dobët? Si mendoni? 10% e mosmarrveshjeve ndodhin vetëm sepse njerëzit kanë këndvështrime të ndryshme, 90% është faji komunikimi. Nëse do të mësosh diçka kolegut, për shembull, çfarë duhet i them kolegut? Ore ti bëje kështu, ti bëje kështu. Jo, duhet thuash, ne du ta bëjmë kështu. Kur ti përdor ne, është më e fuqishme. Dhe jo vetëm ka raste të cilët një pjesë të njerëzve kur dalin dhe marrin diçka përsipër për të bërë ose prezantojnë kompaninë e tyre, prezantojnë skuadrën e tyre, thonë unë nuk është fjalë për njerëz të mençur. Ne. Ajo është që bën diferencën. Ne. Se ti lartëson veten duke lartësuar të tjerët. Nëse e mburr veten, ti turpuron veten. Ti nuk do shërosh veten duke lënduar njerëz të tjerë. Përkundash, do lëndosh më tepër veten. Gjëja tjetër që është shumë e rëndësishme gjatë komunikimit, ne duhet pyesim me mençuri. Sepse pyetjet drejtojnë në fokusin, është shumë e rëndësishme që dim çfarë kontrollon bisedën. Kush e kontrollon? Pyetja kontrollon bisedën. Cilësia e pyetjes përcakton dhe cilësinë e përgjigjes, pra do të jemi të mençur. Një person i zgjuar i di përgjigjet, por një person i mençur përgatitet për gjitha pyetjet. Çfarë ndodh nëse tjetri të thotë jo? Ti kërkon diçka, tjetri të thotë jo. Atëherë do bësh pyetjen tjetër. Çfarë do të bëj që të marr po? Sidomos ju të rinj. Çfarë do të bëj që të marr po? Ose kur janë në shitje, merr një jo. Çfarë do të bëj që të marr po? Komunikimi i mençur thotë kujdes kur i bën pyetjet. Dhe sidomos nëse ti nuk do të dëgjosh disa gjëra. Ti i di të vërtetën, po s'do ta dëgjosh. Mos bëj pyetje që nuk do të dëgjosh përgjigjen. Si do të përgjigjesh nëse dikush të bëj një pyetje? Ti mund të thuash, shiko, nuk më pëlqen të përgjigjen kësaj pyetje, më fal. Ose mund të thuash, pse kërkon ta dish të pyetjen? Nuk dua ta përgjigjem. Pra është komunikimi mençur. Do të pyesim me mençuri. Do ta bëjmë pyetjen në formë të tillë që të mos qortojmë njerin, po ai të qortojë veten e tij vetëm me pyetjet tona. Mos i lejo njerëzit të pyesin ty para se ata të pyesin veten e tyre. Ajo ka ndodhur ndonjëherë juve që çdo moment vjen dikush thotë, do të pyes për diçka. Ajo që ti do thuash, ore, ke pyetur veten? Unë faktikisht them ndryshe, unë them, ti çfarë mendon? Sepse nëse dikush bën diçka, ka një rol të caktuar, ai do të vi përgatitur tek ty. Atëherë kush është roli jot? Roli jot nuk është që të jesh Supermani që jep zgjidhje për çdo gjë, por të jesh atje që të bësh njerëz të jenë Superman që të gjejnë zgjidhjet vet. Është kënaqësi kur i udhëheq njerëzit me pyetje. Është kënaqësi sepse ata marrin më tepër përgjegjësi. Nëse takon një person për një kohë të gjatë, pyetja e parë është, më thuaj diçka të bukur për jetën tënde. Kemi një vit pa u parë. Më thuaj diçka të bukur. Ose ka raste që ne jemi në thashë theme. Çfarë ndon në thashë theme? Largohu. Ose nëse ke mundësi ndrysho temën. Ose thuaj diçka pozitiv për atë që përflitet. Ose thuaj nuk më pëlqejnë, po largohem. Ose hesht, por mos komento. Kjo është mençuri. Por nëse japim këshilla, gjëja më e vështirë është të japësh këshilla. Këshilla do të japësh vetëm nëse dikush ta kërkon, ose nëse dikush është në rrezik dhe ti interesohesh për ata. Por ama kur vjen puna për të dhënë një këshill, ki kujdes. E di pse është e vështirë të japësh një këshill, sepse është e vështirë të ndryshosh këndvështrimin e njeriu vetëm në një takim, jo me 1 orë, jo me 5 minuta, dhe me ditë të tëra, nuk e ndryshon këndvështrimin e njeriu. Këshillën do ta japësh nëse dikush ta kërkon. Këshillën do ta japësh edhe nëse duhet, edhe prap do ta japësh duke bërë pyetjet. Ose nëse jep një këshill, mundoni gjithmonë ta shoqëroni me 2 sugjerime. Mos bëni këshilla pa sugjeruar me diçka pozitive, sepse këshilla e vret pjesën e tij të brendshëm që beson në diçka që aty si ka vajtur në mendje që nuk është e mirë ajo gjë që është duke bërë. Momenti më i mirë për dhënë një këshill është kur tjetri të jetë në gjendje më të lartë emocionale, të jetë i gëzuar. Në atë moment është momenti që ti ke mundësi të thuash një diçka pozitive. Ose të bësh pyetje të duhura që të besoj se ai e gjeti vetë. Dhe ti thua bravo, wow. Kur merr një këshill, çfarë do të bësh? E para i thuan faleminderit. E dyta, merr e futën në xhep, mos e fut në zemër. Dhe e treta, analizoj. Kush është momenti më i mirë për të mbyllur një bisedë? Ti je në një takim, qoftë në një takim me e prorin tënd, apo në një takim me vartësin tënd, apo në një takim miksor. Në momentin që jenë në gjendje më të lartë emocionale, në atë moment do të lësh takimin. E di pse? Sepse ke marrë me vete pozitivitetin, edhe ti, edhe personi tjetër që është larguar nga ty. Çfarë ndodh nëse biseda ka vajtur shumë keq? Nëse shikon se nuk shkon në rrugën e dur, i thua, ta lëm një moment të dytë, le një rrugë komunikimi të hapur. Ta lëm një moment të dytë që shikojmë, ta shikojmë një herë tjetër.
70-80% të fjalëve shkojnë në ndërgjegjen tonë, pa e kuptuar, pa lejen tonë, dhe ato formojnë pastaj vetën tonë. Mendja jonë beson gjithmonë ato që i themi vetes. Duhet të nxjerrim nga goja jonë fjalë të cilët shprehin të mirën, fjalë të cilët janë të duhura. Duhet ta mbushim mendjen me gjëra të bukura, kështu që nuk do ketë vend për gjëra të cilat do na dëmtojnë mendjen. Historitë bëjnë mendjen që dëgjojnë. Qëndron gjatë mesazhi nëse përdorim histori të mira për atë që ne duhet të mbjellim në mendjen e njerëzve të tjerë. Gjuha mund të pikturojë atë që mendja nuk e shikon në këtë moment. Fuqia e fjalëve është e madhe. Një fjalë mund të prishi një mal me punë të mira. Çfarë do që i thua vetes, kështu bëhem. Ky është ligji i karmës. Çfarë japim, atë gjë ne e marrim. Mençuria është të përdorim fjalorin e dur. Do të ndërtojmë fjalorin ton dhe fjalori jon duhet të jetë i bukur, nëse duam që të kemi një jetë të bukur. Jam punëtor, jam bekuar, jam person me vlera, jam nxënës shembullor, jam një person i cili jam i besueshëm, i respektueshëm. Jam prind i mirë, jam kreativ, kush jam? Çfarë fjalë do të fusim brenda në ndërgjegjes tonë? Unë jam një person i cili jam minjohës, shpreh falënderim, unë vlerësoj njerëz të tjerë, unë di të fal, unë shpreh minjohjen, unë dua veten, jam këtu, jam prezent, e dua punën time, i dua njerëzit. Këto janë fjalë të cilët neve duhet të përdorim në mënyrë të vazhdueshme. Se kur përdorim këto, fjalë negative s'kan vend. Ose do kemi fjalë dashurie ose fjalë urrejtje. Nëse ti fut dashurinë në mes, urrejtja s'duket, sepse karma funksionon. Duam apo s'duam neve. Universi e ka fjalorin të limituar. Çdo gjë që i themi, ai thot po. Nëse ne i themi vetes tonë nuk mundem, nuk bëhet, ai të thot po. Kjo është e vështirë, ai thot po. Nëse ti fut fjalë të tilla, nuk bëhet, nuk mundem, është e vështirë, ai të thot po. Kur i thua jam i gatshëm, thot po. Kur i thua jam punëtor, ti thot po. Kur i thua jam kreativ, të thot po. Atëre, universi e ka fjalorin të limituar, vetëm një fjalë di ai, po. Atëre çfarëdo që ne i themi, çfarëdo që mbushim nën vetëdijen tonë, atë do marrim. Ne jemi produkti i fjalëve tona.